ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar anëtar të qeverisë, epopeja e UÇK-s përfaqëson momentin kur sakrifica, guzimi dhe besimi në liri u bën një me fatin e popullit tonë. Qëndresa heroike e familjes Jashari dhe luftarëve të UÇK-s u shndërrua në frymëzim për një popull të tërë që kërkonte shtet dhe dinjitet. Sot, para jush, si çdo vit tjetër, propozoj themelimin e Këshillit Shtetëror për shënimin e 28 vjetorit të epopesë së UÇK-s, e se do të mbahet me datat 5, 6 dhe 7 mars 2026 në këtë përbërje. Zotëri Ejup Maqedonci, Ministri i Mbrojtjes, kryesues, Zotëria Ndin Hoti, Ministër për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shqiptare, bashkëkryesues, Zotëri Samil Ushtaku, kryetari i Komunës së Skënderaj, antar, Zonja Saranda Bogujevci, Ministre e Kulturës dhe Turizmit, antare, Zotëri Albert Krasniqi, Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal, antar, Zotëri Bashkim Jashari, Komandant i Forcës Sigurisë Kosovës, antar, dhe Zotëri Gazmend Hoxha, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, antar, si dhe përfaqësues nga organizatat e dalë nga lufta UÇK-s, një antar. Ftohen që të dërgohen nga një përfaqësues edhe zyra e presidentit, Kuvendi i Kosovës, zyra e kryeministrit, si dhe Asociacioni i Komunave të Kosovës. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim, kush është për,